Përshëndetje gjithëve miq, takohemi në këtë editorial të radhës. Më keni shkruar shumë prej jush, keni kërkuar mendimin tim në lidhje me gjithë këto zhvillime dhe dua t'i marr hap pas hapi, ndalemi tek të vërtetat që ka të bëjë me mbledhjen e Zotit Rama, mbledhjen e qeverisjes, por e drejtuesve politik të Partisë Socialiste për sezonin e ri që do të jetë në shtator, sezoni i ri politik dhe një vit elektoral pasi do të kemi zgjedhjet lokale. Të paktën kjo është ajo që dihet zyrtarisht, por nuk e dim nëse do ketë ose jo zgjedhjet e tjera, dhe këtu e kam fjalën për zgjedhjet parlamentare të jashtëzakonshme nëse do të ketë të tilla. Por do ndalemi te të vërtetat, do ndalemi te mbledhja që Zoti Rama ka mbajtur në Pogradec pak ditë më parë dhe do ndalemi tek çështja e shtetit Bektashi, atë që është folur deri në këto momente, por flasim pak edhe për një tjetër thashë them të bukur të këtyre ditëve, një thashë them I cili ka një pompozitet dhe shtyhet shumë nga Partia Demokratike, por filloj me këtë të fundit, meqense është I pavërtet për ta sheshuar që në fillim, që Grida Duma, e cila është një nga drejtueset e emisionit Top Story, më me influencë, dhe një emision shumësisor në televizionin kombëtar Top Channel, që do të zgjidhe dhe do të jetë në krah të Zotit Rama në postin e zëvendës kryeministres. Ta sheshojmë që në fillim, kjo është e pavërtet, unë kam patur mundësinë të flas edhe me stafin e zonjës Duma dhe do të jetë përsëri në shtator në drejtimin e këtij emisioni në sezonin e ri televiziv. Kështu që është e pavërtet, ndërsa ndoshta e ngatrojnë me ndonjë emër tjetër në Partinë Demokratike, pasi Jola Hysa, e cila ka qenë edhe kandidate dhe sekretare për marrëdhëniet me publikun e kësaj force politike, u bë drejtoreshe e rëndësishme e qeverisjes të Zotit Rama dhe ishte edhe në Pogradec, mori pjesë në takimin që ai mbajti atje me drejtues politik dhe jo vetëm. Dua të ndalem pak tek mbledhja e Zotit Rama që ka zhvilluar me ministrat dhe drejtuesit politik. Është një lloj rutine, ky lloj ritriti që Zoti Rama zhvillon gjithmonë në prag të sezonit politik, e ka bërë edhe gjatë sezoneve të kaluara, por tashmë jemi në një situatë krejt të re, në një dimension krejt ndryshe politik, pasi kemi protestën, e cila e ka shtyr patjetër Partinë Socialiste që në ndërmarrë disa iniciativa, edhe pse janë iniciativa sipërfaqësore, kozmetike, ndoshta në fund do të rezultojnë për mirë. Unë uroj që të jenë të tilla fillimisht për qytetarët, që të jetë protesta sebepi që të zgjidhen problemet, edhe pse nuk kam shumë besim. Por ajo që ka propozuar Zoti Rama, ai model që bazohet ose quhet pasqyra, besa, ka disa emërtime, Zoti Rama nxori disa dosje. I pari është një model që bazohet te modeli I postës online. Po, është një model I tillë, qytetarët do të kenë pakënaqësitë e tyre, problemet që kanë, dhe për problemin që kanë do jetë një platformë online, do t'i jepet një lloj numri, një lloj kodi, dhe ai do ta ndjeki problemin nga fillimi deri në fund që do të jetë zgjidhja ose ku ka ngesur. Një lloj siç ndodh me një porosi të një produkti që ju bëni online, pra ju porosisni diçka, një paratlete, këpucë, çështje të tjera, ose produkte të tjera, dhe ju merrni një kod dhe ai kod të thot ku ndodhet produkti, ndodhet në magazina të dyqanit, ka shkuar më pas në tragjet, ka shkuar më pas në kontenjer, ka shkuar më pas në avion, ndodhet në dogan, ndodhet në aeroport, do të niset, ndodhet në porte të tjerë. Pra të gjithë ata që bëjnë blerje online më kuptojnë shumë mirë, dhe më pas në fund fare ky produkt të vjen dhe ti e shikon të gjithë zinxhirin e udhëtimit ose të gjithë zinxhirin e rrugtimit që bën produkti. E njëjta gjë do të jetë edhe në rastin konkret me shqetësimet që kanë qytetarët, por do të jetë me problemin, në cilin drejtori ka ngecur, ku shqetësimi, dhe nëse është ligjore do të jetë në gjykat, dhe kështu do të funksionojë, pra një lloj si posta. Nuk e di a ka dhënë drejtori I postës së Shqipërisë Etienne Xhafaj, apo e ka marrë nga Jeff Bezos, se dhe Amazon, e cila është një nga platformat më të mëdha botërore të blerjeve online, kështu funksionojnë, por kështu funksionojnë të gjitha platformat që janë në këtë format. Mund të themi plot gojën që ka dështuar qeveria e Zotit Rama në luftimin ndaj korrupsionit për së brendshmi. E ka patur objektiv në vitin 2013, ka patur një iniciativë që quhej korrupsion.al, një platformë online edhe ajo, një adresë ku gjithë qytetarët mund të jepnin shqetësimet e tyre për korrupsionin ose problemet që kishin ato, presupozoj që do të merrnin zgjidhje. Ndërkohë është dhe një tjetër ligj që Zoti Rama ka patur iniciativë, ka qenë ajo për Bil
fyrsit i ka quajtur, kur gjithë ata spion, pra spionët e mirë në administrat, por jo vetëm, nëse do denonconin shefin e tyre, do të mundet që të merrnin edhe një shpërblim bazuar gjithmonë në ligj. Edhe kjo iniciativë ligjore që është miratuar nuk ka funksionuar dhe kemi pak ose as pak drejtues, zëvendësministra, ministra e të tjerë të cilët janë denoncuar nga vetë njerëzit e tyre në institucionet e drejtësisë. Kjo mund të quhet një dështim i vërtet. E kemi një ministra dhe Prideni, si e thash, e cila merret me antikorrupsionin dhe me çështjet e administratës, nuk di se çfarë bën, është një ministri pa portofol. Mund të jetë Shqipëria në të paktat shtete në botë që ka një ministri të dedikuar për antikorrupsionin që nuk bën asnjë për ta luftuar korrupsionin. Por unë besoj që protesta ka sjellë një realitet krejt ndryshe dhe është i detyruar zoti Rama që të paktën 50% të problemeve që qytetarët i kanë me qeverisjen, me drejtorinë, qeverisjet lokale, qeverisjet qendrore t'i japi përgjigje pasi situata për çështjen e pronave, por edhe për elemente të tjera që shqetësojnë qytetarët, është bërë gati e padurueshme dhe qytetarët nuk e dinë edhe arsyesë pse kjo gjë nuk është bërë. Dhe ky është suksesi i parë i protestës, përveç atij suksesi të jashtëzakonshëm që qytetarët kanë thyer edhe frikën dhe daljen në protestë. Protesta po shkon në periudhën e saj të 90 diçit, pra 3 muaj. Nuk është e lehtë të mbash një protestë të gjallë gjatë tyre ditëve të nxehta të verës, ka shumë presion, ka shumë tension të brendshëm, ka patur edhe incidente të vogla, por pavarësisht kësaj, e përgjithshmja është shumë pozitive për protestën dhe unë uroj, shpresoj dhe besoj që të jetë e mirë dhe të ketë numra dhe të vazhdoj deri në arritjen e objektivave që ajo ka në shtator dhe në vjeshtën e këtij viti. Një tjetër diskutim i këtyre ditëve ka të bëjë me shtetin Bektashi. Tani më pyesin mua për qëndrimet e mia, po unë jam një njerëz i cili e mbështet krimin e shtetit Bektashi, kam qenë mbështetës që në ditën e parë kur u hodhi ideja. Sepse me aq sa kuptoj, me aq sa lexoj, është një iniciativë e cila do t'i japi një besimi i cili është ngulur thellë në Shqipëri, është ngulur fort në Shqipëri, përshtatet shumë Shqipërisë. Nuk është autokton, ka ardhur nga Turqia, por është përshtatur shumë mirë në Shqipërinë. Dhe është besimi i vetëm i cili ka luftuar dhe të qetë e saj i ka kthyer në vatra rezistence rilindja, por edhe betejat të tjera, vatra rezistence kundër pushtuesit, ndryshe nga besimet e tjera vite më parë kur Shqipëria ende nuk ishte një shtet i konsoliduar, është një besim i cili ka qenë dhe është lidhur shumë fort me shqiptarinë. Për ata që kanë frikë, nuk duhet jetë një shtet i cili do t'i marrë territorë e Shqipërisë, nuk duhet jetë një shtet i cili do ta përçajë Shqipërinë, do të jetë brenda Shqipërisë, mund të ketë një formë e cila mund të jetë bazuar tek ajo që ka nunci apostolik i Vatikanit, pra një lloj të ketë të drejtën dhe të lëshoj pasaporta vetëm për klerin e vet, pra jo për të gjithë, për klerin e vet, të ketë një lloj monedhe, të ketë disa të punësuar një administratë të vogël dhe të shërbejë më shumë në një rol diplomatik, në rolin e një lloj ambasade për të promovuar tolerancën, për të promovuar një islam ndryshe nga ai që kemi parë kohët e fundit në rrugët e Europës perëndimore, Britania e Madhe, por edhe vende të tjera që ka një lloj radikalizmi fetar edhe tek të krishterët, ka një lloj radikalizmi të fortë edhe te hebrejtë, sidomos në Izrael me diskutime dhe me tensionet e fundit. Prandaj ka ardhur koha, mendoj unë, që t'japim një besimi fetar i cili lidhet shumë ngushtë me shqiptarinë, t'i japim një dimension ndërkombëtar. Por jo t'japim një dimension ku t'japim ushtri, polici, aviona, ku dëgjon se kam dëgjuar lloj thashë themesh, nuk flitet për këtë gjë. Është një dimension simbolik ndërkombëtar më shumë se sa është një dimension shteti. Pra mos ta ngatrojmë, sepse e kam parë që kanë thënë njerëz do ngrihen, do dalin në himar, do kërkojnë atë, do kërkojnë këtë, jo. Nuk do ketë një gjë të tillë dhe do të jetë shqiptare. Mos ta ngatrojmë. Do të jetë me bazë siç funksionon një pjesë e Vatikanit, jo i gjithë, sepse nuk përshtatet as me Vatikanin, të paktën deri tani kjo është ajo që është thënë dhe ka një mbështetje me informacionet që un kam shumë të fortë edhe nga administrata amerikane, do ka zhvillime dhe besoj do të ndiqni dhe ju në muaj dhe në ditët në vijim, kështu që duhet ta ndalesh shkurtimisht sepse do ndalem edhe më pas gjërësisht për këto ditë vere, nuk dua që t'ju çaj shumë kokën
dhe të hynë analiza fetare, të hynë analiza historike, por dua të ndalem tek ato që janë faktike dhe ato që po ndodhin në këto momente. Shihoni këto ditë, do keni shumë ngjarje në vjeshtën e këtij viti, sepse është një vit elektoral, si e thash, do kemi zgjedhjet lokale dhe do të jetë një betejë vërtet mes partive të mëdha politike që do kenë me njëra tjetrën padyshim, por që do ta kenë edhe me opinionin publik, me protestën, sepse i ka vënë jo pak në vështirësi me shpatulla pas muri, me gjitha të pjesëmarrje dhe me gjitha të shkundje të mirë që i ka bërë. Unë uroj që të vijoj të jetë e tillë dhe do shihemi bashkë me Albania Newscast në shator me shumë të ftuar, me shumë intervista dhe do të kemi edhe mundësinë të takohemi edhe në këto analiza të shkurtra 10 minutë duke ndalur te temat kryesore të ditës. Deri atëherë ju uroj gjithëve edhe ditë sa më të mbarë.